Bismillahirrahmanirrahim. Kush e thot këtë lutje apo këtë dua në mëngjes dhe në mbrëmje, Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta tusqini wa anta tumituni wa anta tuhyini, që do të thot: o Zot, ti më ke krijuar dhe ti më ke udhëzuar, o Zot, ti më jep të ushqem dhe ti më jep për të pirë, o Zot, ti me ban të vdesën dhe ti me ban që të ngjallën. Kush e thot këtë lutje në mëngjes dhe në mbrëmje, Allah i madhruar ka për t'ju përgjegjë të gjitha kërkesave që do t'i bëj pas kësaj lutjes. Allahu Akbar, Allahu është i madh. Lutje madhështore. Madje këtë hadith e transmeton një sahabi i ndershëm i cili quhej Sumrata ibn Jundub, i cili thot: s'disa herë kam dëgjuar nga Resulullah këtë lutje, pastaj kam dëgjuar dhe nga Ebu Bekri edhe nga Umeri radiallahu anhuma. Në vardë motën, mos e zito, bëj shprehi dhe zakon, mëngjes dhe në mbrëmje, ta bësh këtë lutje e pas kësaj lutjes kërkon nga Allah i madhruar se Allahu ka për t'i japë dhe për të përgjegjë për çdo kërkesë. Edhe Allah i madhruar thot: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، madhroje dhe lavdroje Zotin tënd para linjës dhe para perëndimit të tij. Mos ta harrojmë asnjëherë këtë lutje, se pas asaj pason kërkesat dhe lutjet, Allah i madhruar i përgjigjet lutjeve tona.